Nëse mund të gjendet një fakt domethënës në historinë e pashkruar të Shqipërisë, që lidhet me dritën e diturisë, gjelbrimin e filizave të brezave që i ka sjellë vetëm dobi e mbarësi mbar kombit, do të vetë pinjollët e familjes Berberi, mes të cilëve në tregimin ton do të flasim për doktorin e shkencave Gani Berberi. Mesazhet e jetës në harkun kohor 95 vjeçar të Gani Berberit janë drita e diturisë, e shpërndarë nëpër breza dhe rrënjët e gjelbrimit mbjellur në jetët e njerëzve. Ashtu siç ndodh rëndom, figurat e mbushura me vlera kombëtare, kulturore, profesionale nuk janë të bujshëm. Nuk tundin këmbana, por e shpërndajnë heshturazi diturinë për mendjet dhe shpirtrat e shqiptarëve dhe gjelbrimin për trullin dhe hapësirat e kombit të tyre. Kjo ndodh edhe me doktorin e shkencave të diturisë dhe gjelbrimit Gani Berberi. Pasaporta kombëtare e kësaj figure, që ka fituar tingëllim e rezatim për gjatë jetës prej mësuesi, që ka fituar hapësirë dhe gjelbërim për gjatë jetës si agronom, që ka lënë gjurmë si një prind i cili me fjalën e urdhët mençur ka ujitur fidanët e shumë brezave. Natyrisht çdo figurë që rritet në Shqipëri e ka një djetë. Edhe 95 vjeçari Gani Berberi e ka një trull, kur rrënjëzoi filizën e jetës së tij të shtrirë thellë në traditat patriotike, atletare dhe kulturore.
mbi quhet Delvin. Delvina, po t'i referojmë hartës së Shqipërisë, është një qytet i jugut, shtrirë në këmbët e malit të gjerë. Rrezë këtij mali në kodrën e Xhermahallës, në shekullin 11-12, do të ndërtohej një kala rreth së cilës u ngrit dhe u shtri qyteti i mëvonshëm i Delvinës. Delvina është vendbanim i lashtë, rreth së cilës ka shumë legjenda. Për emrin e saj, ne do të përmendim njërin prej tyre. Devila, e bia e mbretit të Molosëve, pasi u martua, ajo ndërtoi një kështjell, të cilën e quajti me emrin e saj, por Delvina. Kjo është një nga legjendat që ekziston për emrin e qytetit të Delvinës. Për te legjendës së fillesës dhe mbijetesës së Delvinës, kështjella më e fortë e ndjenjave të fuqishme atletare, etnokulturore, intelektuale e arsimdashëse janë figurat e shquara delviniote. Nuk mund të bëhet një aritmetike këtyre figurave dhe institucioneve mbarkombëtar, të cilët janë prirur drejt shërbimeve për Shqipërinë dhe ardhmërinë e saj. Të gjitha prurjet e rrjedhave të vlerave historike, intelektuale, etnokulturore, arsimore, atletare, të figurave delviniote, janë përmbledhur në tetin e madh të historisë së Shqipërisë, në kontributin atletar për kohën dhe për të ardhmen me përmbajtje mbarkombëtare.
shohim tregimin e një jete që i përngjan një lumi të nëndheshëm, që herë shfaqet mbi tokën e Shqipërisë dhe herë fshihet në nën tokën e saj, por gjithsesi me një gurgullim patriotike dhe një kahje drejt çështjes mbarkombëtare. Protagonisti i tregimit ton, edhe pse ka emrin Doktor Gani Berberi, është një sintezë një familjeje që rezaton në patriotizmin dhe arsimimin mbarkombëtar. Harku kohor për 95 viteve i doktorit të shkencave Gani Berberi përmbledh hapësira edhe më të gjëra. Origjinën e kemi nga Kryja. Babaj u rrit jetim, që gjagja e tia në Brazë. U martua më vonë me vajzën o gjate e bamotatit. Lindi 4 vjenë, Alinë, Gjellanin, Qeferin dhe mua. Shmo, mos u preke, mos fole, pse mërzitesh? Pse mërzitesh, mos u mërzit? Lejo, mos u mërzit. Qetësohu, qetësohu. Qetësohu njërë. Babaj ka punuar në qikike të parshatit e Linës. Ekonomisë. E qeni qukë. Ne, kështë shkollë ishte ekonomiste, kështë mbaruar në Stambol, se mbanë më. Gjellani va mbargjoj Roziene, Turke në Djazin. Pastaj në që autodidak, mori diplomën në shkollë të mesme. Në 30. Ka qenë mësues 3 jetë e ti, 29 vjetë. Nuk pranojnë oksigen. Dhe kanë Istria ka përnë shmosë të mërë në Tiranë, a i duat në një të një. Kështë shkollat e Konisportit, Saranës e Tëllinë. Ka qenë autodidak. Është interesuar shumë për mua. Që të vazhdoja shkollën. Se interesua të njëgja shkollën e mesme të në Korçë. Atyra e marrova në një viti 1930. Kam qenë një viti pa punë. Viti tjetër vajta ushtarë. Nga finiti vajte në muzinë. Nga finiti vajta di muaj në Kakodiki. Po, Nga Kakodiki vajta në muzinë. muzinë. Atje prova 2 vjetë. Na, bravo. Mësus. Që mbanë Nga mund? muzinë u të qërua në Navaritë. Që mbanë mund të ashita muzina? Si kalove në muzinë? Muzina më ka përqirë shumë.
Ka qenë arsim dashës, e me këtës. Sekretari Këshiri ka qenë argjinë hua. Ma atë isha, dhirë shumë vujë. Ma së ndaj shkove në Navarisë? Ma muzina, Në Navarisë, në Navarisë, në Navarisë, në Navarisë. në parceruan aty në Navarisë, Si kalove në Navarisë? shumë mirë. Kam base dhe një kushëritin e Navarisë. Në njëri të gjishëm, Navarisë. Në Navarisë vajta një të gjithë. Ndaj ku e mërove, ku vajte, ku barove shkollën e lartë dhe more titullin agronomist. Ka qenë në kohën e Mustafa Krujës. Mirë, Po, vazhdo. Ai na dërgoi në Kosovë. Të tërë arsimtartë edhe agronomët të largojnë nga Shqipëria që të mos ndete pëngesa ai. Edhe kështu më tasërohen edhe mua në Kosovë. Atje kam qenë në Tuareg edhe në Raure, ti në prefektura të vogla, atë në Pizeli. Unë nuk isha njëqë kur bëjtin emërimet i Angelinun. Ata shokët e tjerë ka për vëndet e mira, Pejin, Ishtinin, Rizaj, Jakove e tjera. Mua më mbeti të veja në Tuareg në Rauveç. Po mirë, si kalove atje? Atje kam galuar shumë mirë. Si ishte vëndi, si ju pritën kosovarët juve? Kosovari kanë qenë dashamirë. Edhe arsimdasit. Në Kosovë kam kaluar shumë mirë. Se në 26, në Qeshor, u fejova në Safijen. Në 27, u martova në Vjetor. Babaj i rritë, interesoj shumë për qamëria. Ile, me interesim në tia u saktua. U hapë komit i qamëria. Apo, për kundra shkollë dreke që hapur në Pilat. në fshat atene. Në 8 prill, në Litenën, të tasërua në Tiranë. Kisha në gjënë nga gjithë Shqipëria. Nga një familje patriotesh në fakte, arsimdashës. Babajti është, mund të them, nxënësi i xhaxhait tim, Recep Demit, i cili ka një aktivitet vërtet të shkëlqyer patriotike, ndjenja të forta, atë dashurin e tia
u edukoi dhe vëllezërve të tij. Babait tim në mënyrë të veçantë që më i vogël, sa ta ishin rritur jetim pa baba. Edhe me nënën, gjyshja ime ka qenë një grua e shumë e zgjuar, edhe fëmijët e saj të tre fëmijët i bëri në shkollë, si xhaxhaj, pra të kohë, domethënë arsimi pra të kohë ishte diçka shumë e vështirë. Edhe të tre djemtë e saj, qoftë Rexhepin, Rushitin edhe babantin Musani, i shkolloi. Baba i bëri disa vjetë, nuk e di se sa bëri të Zosime, baroi në Janinë. Përpara më falin se kështë bërë atë rushdjen turke, vasne bëri Zosime. Edhe që në vitin 1908 ai u aktivizua gjërësisht në çështjen patriotike. U bë drejtori gazetës të parë Zgjimi në Janinë. Në 1912 u zgjodh delegat i Çamrisë, babai edhe xhaxhai në Vlorë, në pavarësinë, mori pjesë në qeverinë e Vlorës, babai, gjithashtu dhe xhaxhai. Në këto kondita u rrita dhe unë, dhe motrat e mia, edhe vëllezërit e mi, më vonë babajtin, jo vetëm për familjen e tij që arsimoi, por ai u interesua shumë edhe për çështjen e arsimit të djemve çam. Për këtë, në kohën e zogut, ai kërkoi të hapesh një shkollë dhe një konvikt që të vinin vetëm djem çamër të studionin. Dhe u hap në Sarandë. Konvikti i parë Çamëria që quheshe, ku erdhën të gjithë djemtë i merrten nga Çamëria edhe i silten në Sarandë. Atje u njohë me Zotin Xhelal, që ashtu i thrasin, i kanë thirrur dhe i thrasin kunatin tim, që ka qenë një burr i shkëlqyer, mund të them, një burr i rrallë. Ai ka qenë me të vërtetë një njeri për ta admiruar. Dhe unë, jo vetëm si kunat, po dhe si njeri, si mësues, nuk kam, domethënë, ndjej sikur e kam pas një njeri të afërt tim, ose si baba mund, sepse neve kemi një diferencë moshe dhe me Ganini. Edhe kjo ishte mosha që babai tim i pëlqente. Se dhe vetë ashtu këtë moshë ishte, të cilën me këtë diferencë moshe që mundet shumë të rinj të thonë që këtë diferencë e moshës është diçka jo e përshtatshme, kurse unë them që ne kemi patur një mirë kuptim jashtëzakonisht të mirë me njëri tjetrin, ndoshta ishte edhe arsyeja e arsimit, sepse të dy familjet kanë qenë të arsimuara, si njëra dhe tjetra. Kjo na bëri që edhe për fëmijët tanë kemi bërë çmosë t'i arsimojnë. Ne dhe bëm përpjekjet si gjithë prindit, por dhe ata na kanë nderuar dhe nuk na kanë lodhur me punën e tyre. Qoftë pullumi, qoftë Rjania, qoftë edhe Elmira. Të tre fëmijët tanë kanë qenë të shkëlqyer. Ju si shoqë jeni një mësuesi të shquar, si jeni ndjerë të burit? Them të drejtën, kam qenë gjithmonë krenare për këtë njeri. Për këtë njeri kam qenë krenare, se kam bërë që të thesha, ndjeja, si të thuash, atë autoritetin e tij. Autoritetin e tij, atë zotësinë dhe përkushtimin e tij në punë. Ky ka qenë njeri shumë i rregullt. Shumë i rregullt ka qenë, do të them për atë kohë që ishte i ri, po flasi, që neve jetonim si të ri, por edhe sot, si e shikoni vetë, është një njeri i përpikët. Këtë ka edukuar dhe ke fëmijët. Ju keni mësuese? Mësuese, dhe unë mësuese kam qenë, mësuese ciklit ulët, edhe kam qenë në shkollën pedagogike, që quhesh Nëna Skënderbej, më thënë në atë kohë, edhe mos ndaj, vazhdova të jem arsimtare, që në fillim ditët e para mbas shlirimit, në 29, me që ashtu kam drejtuar këto kurset kundër analfabetizmit, aktiviste shoqërore, sepse ne bënim dhe punë të shoqërore, mësuesit. Një vajza mësuese dhe djali Patjetër, jeni si pedagogik? Këshill pedagogik. Po pikërisht kjo ishte edhe arsyeja që ne jemi marrëvesh me njëri tjetrin. Për shembull, dhe fëmijët, që është e vërteta, kam pas një mirëkuptim
njeri tjetrin si fëmijë, po dhe me prindrit. Ne kemi qenë shumë në marrëveshje, shumë në mirë kuptim me njëri tjetrin. Kjo është, si thua, ajo merita e dyfishte, edhe e tijatit, edhe timja pa tjetër, si nëndo e mos nënët, gjitha janë nëna, po kjo e ka influencë babajt tyre ka qenë. Edhe gjajgjajt të tyre. Në familjen e Berberaj të Gjaliu ka qenë djali i parë. Edhe ai iku na Delvina, sepse vajti në shkollë. Atje mbaroi shkollën, po kushtet ekonomike në Stamboll. Vajti në Stamboll, po. Më kujtohet në 16 ka iku nga Delvina, Gjaliu, edhe vajti në Stamboll. Në Stamboll atje mbaroi shkollën dhe u martua me një vajzë delvinjote. Atje lindi 3 fëmijë, 3 djemë. Të 3 djemtë janë të shkolluar, janë të arsimuar. Njeri ka... Njeri ka avukat. I vogli është avukati, po. Po. I madhe ishte Burhani. Burhani mbaroi shkollën ushtarake, masandaj shkoi o specializua në Amerikë. Edhe u bërë ai rektor universiteti, arriti rektor universiteti dhe Burhani, edhe dollën të... Ka një lidhje midis, është në gene kjo punë. Burhani u bërë rektor i universitetit. Po. Pullumi jo, po. djali jo, po të nipi... I Aliutu? U bërë rektor i universitetit të parë ushtaraktu. Ushtaraktu, ashtu është. Ka një lidhje. Pa tjetër, logike. Tash i Burhani ka bërë atë që bëri Gjelali. Çfarë bëri Gjelali për Gamini, ka bërë Burhani për vëllezërit e tij. Kështu që Burhani ngriti familjen. Babai i tij arriti u bën një shkollë të mesme, u bën në punë si në një ndërmarrje, nuk e di se ku tamam, por që Burhani arriti dhe ngriti familjen. Kështu që Rafeti u mbaroi shkollën ekonomike dhe ai bëri specializimin në Amerikë dhe u emërua atashe tregtar në shumë vende të botës. Përfaqësuesi i Turqisë në disa vende të botës. Deri në fund. Bruxelles. Në Bruxelles, në fund. Kurse Kemali mbaroi drejtësi dhe është një nga avukatët më të mirë në Stamboll. Jam një familje me të vërtetë interesante, se ne kemi shkuar në Stamboll, ata nuk janë në familje, për shembull, të lënë përshtypjen që janë tamam familje intelektuale. Koordinatat patriotike, kulturore, arsimdashëse të jetës e një figure të tillë shtrihen përtejpër masave kalendarike. Këto koordinata janë geografia e shtektimeve të djaloshit, të nxënësit, të agronomit, të mësuesit, të drejtuesit të institucioneve arsimore, i cili ka kufi Shqipërinë, Italinë, Kosovën, por mbi të gjitha ka kufi mbarkombëtare, ka kufi mendjen, shpirtin, zemrën e brezave të shqiptarëve, ka kufi truallin ku u mboll një pemë, ku u ngrit perm, ku lulëzoi një shkollë, apo ku lulëzuan brezat e njerëzve që u përkushtuan Shqipërisë. Këto koordinata janë drita e diturisë, që mësuesi i përkushtuar Gani Berberi do të rezatonte në mendjet e vogëlushve, nxënësve, e studentëve, të agronomëve të lartë, për të shpërndar mjegullin e errësirës, për të hapur qiellin e diturisë mbi tokën shqiptare që nga jugu i Shqipërisë deri në Kosovën martire. Përkushtimi prej patrioti, i cili përgjatë jetës së tij, me mendje të ndritur e shpirt të gjerë, me modesti apo kokuri